Jemi sërish në breaking, do të fillojmë të diskutojmë rreth situatës në lindjen e mesme. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte studiuesin e një orë, zotin Selam Shkodra. Mirëmëngjes, zoti Shkodra, kënaqësi t'ju kem në breaking. Mirëmëngjes për ju dhe shikues të ju. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar Iranin në datë 21, ne kemi dëgjuar dhe presidentin Trump, reagimet e shumta të politikës amerikane, ku thuhet se presidenti Trump duhet kalonte këtë vendim nëpërmjet Kongresit, por gjithashtu nuk ka munguar edhe reagimi tejet i ashpër i Iranit, i cili është përbetuar për hakmarrje të përjetshme. Si e keni parë ju gjithë këtë situatë? A ka rrezik që ky konflikt të përshkallëzohet dhe të shtrihet në të gjithë rajonin? Si që e thatë presidenti Donald Trump, si presidenti Shtetet Bashkuar të Amerikës, cila akoma mban primatën e superfuqisë vetme në rrafshin ushtarak në nivel globi, ka urdhëruar një sulm ku ka pas shënjesë 3 centrale bërthamore në Iran, në Fordo, Natanz dhe Esfahan. Mendoj që vetë fakti i fillimit të këtij konflikti mes Shtetit të Izraelit dhe Iranit dhe përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë sulm e përshkallëzon situatën dhe fut në një rrugë të panjohur të gjithë rajonin e lindjes së mesme. Pas këtyre zhvillimeve kem pas deklarata dhe retorikë të ashpër të krerëve të Shtetit të Iranit, si dhe aleatëve të saj. Tashmë të njëjtit flasin për një hakmarrje edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me veprime të cilat do të shkojnë në drejtim të mbylljes ngushticës së Hormuzit, e cila do të ketë një efekt drejt për drejt në ekonominë globale, me çka do të ndikonte edhe më shumë në rritjen e tensioneve. Fillimisht vlen të them se Republika Islamike e Iranit, që nga fillimi i viteve të 2000, po edhe më përpara ka pasur një retorik të ashpër ndaj Shtetit të Izraelit, duke kërcënuar me fshirje nga harta. Po ashtu edhe Shteti i Izraelit, veçanërisht kryeministri Netanyahu gjatë periudhave të tij qeverisë, ka kërcënuar me bombardimet këtyre impianteve, të cilat për pikpamjen Shtetet e Izraelit kanë qenë të projektuara për qëllime ushtarake, me çka kanë konsideruar se do të ketë cak shtetin e Izraelit apo sigurinë kombëtare të tyre, dhe mbi bazën e këtyre premisave kanë vendosur të sulmojnë shtetin e Iranit, duke justifikuar se nuk do të lejojnë Holokaustin 2. Mendoj që pas këtyre zhvillimeve, të cilat janë mjaft dramatike, bota është ndarë akoma më shumë sesa nga konflikti mes Federatës Ruse dhe Ukrainës, dhe besoj që palët tashmë kanë hyrë në një rrugë e cila, siç që deklarua dhe vetë Shteti i Iranit, diplomacia tashmë është hudhur në erë dhe ka vetëm përgjigje ushtarake nga të gjitha palët. Dhe përsa i përket reagimeve të Rusisë, si keni parë, zoti Shkodra? Duke qenë se ka patur reagime të shumta, jo vetëm nga Rusia, ne do t'i marrim me radhë. Federata Ruse ka pas disa deklarime nga momenti përfshirjes së këtij nga momenti përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i bie nga dje në mëngjes. Por më interesanti ka qenë ai ish presidentit rus Medvedev, i cili është i njohur për këtë gjuhën e tij të pamatër apo kërcënuese. I njëjti ka përdorur një gjuhë të jetë ashpër, po. I njëjti ka përdorur këtë gjuhë edhe nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe karakterizohet me një gjuhë e cila i shërben për shkallëzimit të situatës. Medvedev tha se pas këtyre zhvillimeve dhe sulmeve që kanë ndodhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi centralet bërthamore të Iranit,
Ka disa vende që mund t'i ofrojnë koka të gatshme bërthamore shtetet e Iranit, me çka unë mendoj që do të rrezikonte gjithë sigurinë globale. Dihet fare qartë, do me thonë, doktrina e shtetit të Iranit që nga revolucioni islamik i vitit 1979 është doktrinë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë armiqtë e saj dhe Izraeli është një shtet artificial në toka të poshtuara, i cili do të thotë mbahet aty nga aleati i tyre Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kanë për qëllim asgjësimin e etnitetit, shtetësisë së shtetit të Izraelit, dhe në rast se do të kishin një mundësi të tillë të njëjtit, konsiderisht se do ta bënën realitet shfarosin apo zhbërjen e shtetit të Izraelit, me çka mendoj që është në qëllim e cila rrezikon gjithë globin. Dhe ndërkohë unë dua të citoj presidentin Putin, i cili ka thënë bota është milimetra larg nga katastrofa bërthamore, sulmi ishte një provokim. Si e komentoni ju këtë deklarat kaq të fortë të presidentit Putin? Duke qenë se sot ka edhe një takim me ministrin e jashtëm iranian, ndonse ky i fundit është shprehur që tashmë nuk hyn më në punë diplomacia. Tashmë, përderisa po flasim neve, veç kanë dalë pamjet e para të takimit të presidentit Putin me ministrin e jashtëm iranian, ku i njëjti e paralajmëroi dje këtë vizit dhe tha se do të ketë një konsultim të gjerë si në rrafshin ushtarak, po ashtu edhe në hapat e metodë tjeshme të cilat do të marrin si dy aleat. Nuk është ndonjë sekret për thënë se Moska ka qëndruar afër Iranit për dekada me radhë, veçanërisht në 2 dekadat e fundit në ngritjen e impianteve bërthamore, dhe është përfshime drejt për drejtë në këto projekte. Mendoj që këto bombardime të natës parëmbrëmshme kanë alarmuar edhe Moskën zyrtare për faktin se e njëjta e sheh si projekt apo qëllim në vetvete edhe pajisjen e shtetit të Iranit me armë bërthamore, ku të njëjtën do ta përdorte edhe për nevoja të veta në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në rivalitet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që kjo deklaratë e presidentit Putin duhet shihet me kujdes për 2 arsye. Arsyeja e parë është sepse nga ajo pjesë, nga ai relief gjeografik janë rrugë kryesore të tregtisë botërore dhe ka efekte të drejtë për drejta në ekonominë edhe vetë të shtetit Federatës Ruse, dhe duhet po me shumë kujdes për shkak se presidenti Putin ka pas ambicie të mëdha që do të fuste në dorë e gjithë shtetin e Ukrainës në një periudhë më të shkurtë kohore, ku i njëjti kishte projektuar që gjithë operacioni, siç ai e quajnë, operacioni special i forcave ruse në shtetin e Ukrainës do të përfundojë edhe 2 deri në 3 javë. Tashmë po hym në vitin e 4, ku përparimi i forcave ruse përkundër gjithë arsenalit dhe mbështetjes së parezervë të vendeve aleate siç është Kina është shumë i ngadalt dhe thuajse nuk janë arritur asnjëra nga objektivat të cilat kanë qenë fillestare. Andaj besoj që duke u gjetur në këtë pozicion jashtëzakonisht e pavolitshëm, presidenti Putin mund edhe të furnizojë shtetin e Iranit me koka bërthamore, me çka ndoshta edhe i njëjti do të mund të përdorte kundër shtetit të Izraelit apo ndonjë bazë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marr parasysh zhvillimet se si kanë shkuar në të kaluamën, pres që do të ketë ndonjë sulm të forcave proxy të Iranit, siç janë milicit shite në Irak, në Liban, një pjesë të Sirisë dhe në Yemen, ndoshta do të sulmohen trupat amerikane të cilat janë të shumta në rajonin e lindjes së mesme. Pra, ju shihni përshkallëzim, le të themi, në horizont, pavarësisht deklaratave të Trump, i cili ka dhënë vetëm 2 javë kohë, në fakt 2 javë kohë kishte dhënë edhe përpara sulmit të datës 21 qershor, për një zgjidhje diplomatike. Përndryshe, thot Trump, faza 2 do të jetë edhe më intensive.
Nëse shohim se cilat kanë qenë caqet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë qenë caqet lokalizuara, të cilat konsiderohen se janë problematike dhe kanë shku drejt në pasurimit uraniumit, ku do të kishte për qëllim që të prodhonte bombën atomike shteti i Iranit. Ju e pa që deklarimi i presidentit Trump është se tha i morëm i hoqëm Iranit nga dora armët nukleare, dhe nuk besoj që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara, përkundër që kryeministri Netanyahu po insiston me ngun që t'i përfshijë në këtë konflikt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesërisht e ka arrit qëllimin, por unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që të përfshihen në konflikt të gjerë në rastin konkret. Irani është një shtet me traditë shumë thuajse mira vjeçare, dhe është një shtet i organizuar mirë, ka aparatin e dhunës, siç janë forcat ushtarake, policore, garda revolucionare jashtëzakonisht të konsoliduar mirë dhe ka një pushtet absolut mbi territorin e Iranit, dhe është një vend me 90 milionë më shumë banor, ku ka një sipërfaqe sa gjysma e Evropës, dhe është shumë problematike për një konflikt i cili do të synonte ndoshta që të ndrante regjimin në shtetin e Iranit, dhe ne e dim që në të kaluamën nuk ka rezultuar ndrimi asnjë regjimi nëpërmjet bombardimeve ajrore, po vetëm nëpërmjet ndërhyrjes toksore. Pra, ju po thoni që ka pak gjasa që Irani të ketë fatin e Sirisë. Jo, është pak krahasueshme dhe kam dëgjuar edhe të tjerë që bën këtë krahasim. Republika e Sirisë ka qenë një shtet, mënyra se si është ndërtuar dhe është organizuar ka qenë tërësisht do të thotë nga një familje e cila ka ardhur si rezultat i nacionalizmit arab, të cilët kanë ardhur oficerë nga shkolla ushtarake ruse në vitet 70-ta, ndërsa Republika e Iranit është një vend ku me mira vjet ka qenë një perandori dhe një dinasti. Tradita është vendimtare, rrafshi historik, premisat gjeografike dhe vetdia shtetërore kombëtare në vendit janë vendimtare për funksionimin e mirë të një shteti ose për radhitje në listën e shteteve të dështuara. E gjithë energjia dhe gjithë fokusi në Siri ka qenë drejt një familje cila ka kesh përdorur në pushtet, ndërsa në rastin konkret qartë është tjetër. Republika e Iranit është paksa më komplekse për shkak se ka një numër të mekanizmave, pavarësisht që lideri suprem ka autoritetin përfundimtar, ka një numër mekanizmave të cilat do të funksionojnë deri te ardhja në marrjen e vendimeve të cilat janë në interes të vendit. Ju e pa do të thotë që u mblodh përkundër bombardimit, u mblodh në rrethana krejtësisht të jashtëzakonshme Parlamenti i Iranit për të vendosur për mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Ose jo të ngushticës së Hormuzit. Por mbyllja e saj mund të sjellë pasoja, le të themi, katastrofike për sa i përket ekonomisë globale, apo jo, zoti Shkodra? Duke qenë se, sipas informacioneve, afërsisht 20% e konsumit të përditshëm botror të naftës kalon pikërisht nëpërmjet kësaj ngushtice. Tashmë jo vetëm në vendet e mëdha, po paniku ka filluar në vendet tona, se përket ngritjes së çmimeve të derivateve. Me të drejtë është një shqetësim dhe ju e pa që kishte edhe një reagim të sekretarit të shtetit, ku kërkon nga shteti Kinës që të ushtrojë ndikimin e vet që mos të ndërmarrë Irani një veprim të tillë, i cili do të prishte komplet tregjet ndërkombëtare dhe do të kishte efekt jashtëzakonisht negativ në ekonominë botërore. Irani edhe në të kaluamën ka kërcënuar me mbylljen e kësaj ngushtice, por përmasat e përshkallëzimit të situatës nuk kanë qenë të tilla sa për të dhënë një pretekst të tillë.
Urojmë që të mos ndodhë kjo, për shkak se do të ketë një ngritje të çmimeve marramase dhe do të ketë një efekt zinxhiror në gjithë ekonominë globale, me çka do të prekë padyshim edhe vendet tona, rajoni jonë. Roli i Turqisë mbetet i paqartë, zoti Shkodra. Herë përpiqet të bëjë ndërmjetësen, herë është e njëanshme, sigurisht që ka mbështetur Iranin, ka dënuar sulmin izraelit të datës 13 qershor. Si e sheh rolin e Erdogan? Që nga ardhja në pushtet ak partisë që kryesohet nga presidenti Erdogan, po edhe më parë do thotë kur zoti Erdogan ka qenë në një parti që kryesohej nga ish kryeministri Erbakan, kanë pas kërkesa dhe kanë pas debate të brendshme në vazhdimsi se Turqia duhet të ketë një politikë të pavarur ndërkombëtare dhe s'duhet të jetë krejtësisht e dëgjuar ndaj aleatëve, madje duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Erdogan në 2 dekadat e fundit veçanërisht ka arritur që ta bëjë një politikë deri diku të pavarur në arenën ndërkombëtare, duke dhënë Turqisë një peshë specifike dhe një rol specifik në zhvillimet të cilat ka kalu globi. Pyetja juaj është konkrete në rastin e konfliktit mes Izraelit dhe Iranit dhe rolin e Turqisë. Pozicionimi i Turqisë deri me tash pjesërisht ka qenë i qartë, e njëjta ka dënuar sulmin e Izraelit mbi Iranin dhe e ka portretizuar Izraelin dhe kryeministrin Netanyahu si vendi i cili po prodhon pasiguri në rajon. Por nuk ka pas një bashkëpunim së paku publik, një bashkëpunim me shtetin e Iranit në rrafshin ushtarak, siç është i përfshirë në konfliktin mes Pakistanit dhe Indisë, ku Turqia asistante, por ato pak ditë luftë që u zhvilluan, asistante me këshilltarë ushtarak dhe me teknologji të cilat konsiderohen se janë të dorës së fundit e që janë prodhim vendor. Në rastin konkret, ndoshta këtë hapësirë kanë mbuluar shteti i Kinës apo Federata Ruse, por Turqia vetëm në aspektin diplomatik ka bërë përpjekje për të luajtur një rol në ndaljen e këtij konflikti dhe për të dënuar sipas tyre agresionin izraelit në Iran. Deri me tash ka kërkuar që të ketë një rol ndërmjetësi mes dy vendeve, por sipas gjitha gjasave nuk i është ofruar nga shteti i Izraelit për shkak retorikës që ka pas në të kaluamën presidenti Erdogan ndaj këtij vendi dhe ndaj kryeministrit të Izraelit. Ju, zoti Shkodra, përmendët Pakistanin. Çfarë do të ndodhte nëse edhe Pakistani, le të themi, duke qenë se ka zotëron, le të themi, një fuqi bërthamore, do të përfshihej? Apo ka pak gjasa që të ndodh kjo? Duke parë reagimet, unë nisëm nga reagimet. Nuk shoh ndonjë arsye të fortë që Pakistani të përfshihet në këtë konflikt dhe në rast se do të analizojnë krejt veprimet e aktorëve kryesor në glob pas fillimit të këtij konflikti, ju e keni parë që presidenti Trump pas fillimit të këtij konflikti ka pas një darkë në shtëpinë e bardhë me shefin e ushtrisë pakistaneze dhe sipas gjitha gjasave janë dakorduar që mund të shkohet tutje me bombardimet amerikane pa ndonjë reagim të shtetit të Pakistanit. Mendoj që nuk është bota e ndarë ashtu siç e përshkruajnë shumë njerëz madje edhe në ekranet televizive, sepse ma shumë janë interesa gjeostrategjike se sa ndarje kulturash apo në bindjesh fetare. Nuk mendoj që Pakistani do të jetë njëri prej vendeve që do të zhytet në këtë konflikt, por shkak se edhe në të kaluamën ka qenë aleat i afërt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ka qenë edhe Republika e Turqisë. Mendoj që Republika e Turqisë nuk është e interesuar për ta humbur këtë aleancë e cila ka qenë jashtëzakonisht frutdhënëse që nga lufta e dytë botërore dhe dihet mirë që në lindjen e mesme kemi dy aleat kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shtetin e Izraelit dhe Shtetin Turk. Madje është njëra prej Shtetit Turk
është njëri prej shtyllave qendrore të Aleancës Atlantike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mirënjohës edhe për rolin e saj dhe kontributin e saj në luftën e Koreas mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqia asistoi me trupat e saj dhe qindra ushtarë, ndoshta mijëra ushtarë turq humbën jetën në mbështetjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për të kaluar tek deklarata e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, a jemi vërtet ne në një prag të luftës së madhe, pra ajo që konsiderohet si lufta e tretë botërore? Po tash kur flasin njerëz me shumë informacione dhe me shumë kompetencë, madje edhe Shtëpia e Bardhë e shesë një rrezik të eskalimit në nivel global, edhe unë mendoj që mund të ketë një konflikt në nivel botëror, madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hezituar që të përfshihen në këtë konflikt, por këmbgulja dhe insistimi fort i Shtetit të Izraelit, veçanërisht i kryeministrit të Izraelit, ka bërë që ky front, i cili nuk di se si do të përfundoj, të shpërthej. Irani mund të them se nuk është njëri prej vendeve, siç janë shumica vendeve të botës arabe që janë vizatuar kufetet tyra me vizore pas luftës së dytë botërore. Mendoj që Republika Islamike e Iranit është ndër shtetet që ka kufet më të vjetër në glob, thujese mbi 500 vjet e kusur nuk janë ndruar ata kufet, dhe mendoj që do të ketë një impakt drejt për drejt në sigurinë globale, në rrafshin ekonomik dhe në rendin botëror, i cili tashmë thuajse ka dhënë shpirt. Unë ju falenderoj shumë për bisedën, për të gjitha opinionet që ndat me ne. Kënaqësi. Ju uroj javë të mbar. Faleminderit zoti Shkodra. Faleminderit për juve dhe shikuesve të juaj. Kalojmë në publicitet.